Sa ka kushtuar lufta mes Izraelit dhe Iranit? Sa miliarda euro apo dollar kanë paguar këto dy vende për shkak të luftës së tyre për 12 ditë radhazi? Lufta 12 ditore la plagë të thella në Iran dhe Izrael, tensionoi zinxhiret rajonal të furnizimit dhe dërgoi valë tronditëse në tregjet globale të energjisë dhe tregtisë. Por sa i kushtoi Izraelit dhe Iranit kjo luftë 12 ditore? Dëmet në Izrael. Izraeli, megjithse ekonomikisht më i qëndrueshëm, nuk mbeti i paprekur. Humbjet midis 11.5 miliard dollar deri në 17.8 miliard dollar është kostoja që i kushtoi Izraelit në luftën e tij me Iran. Sulmet me raketa dhe dron iranian goditën zona të ndryshme të Izraelit, përfshirë qytete dhe zona industriale. Infrastruktura e mbrojtjes ajrore si sistemi Iron Dome u aktivizua intensivisht duke shpenzuar mijëra raketa interceptuese. Pasojë lartë ekonomike, dëmtim infrastrukturor dhe shpenzime për mbrojtje ajrore, me kosto ditore mesatërisht 246 milion dhe shpenzime që mund të arrijnë deri në 50 apo 60 miliard dollar nëse konflikti do të zgjaste edhe pak ditë. Por cila është kostoja që paguajti Irani? Irani, tashmë në dekada sanksionesh ndërkombëtare, mbajti barrën më të rëndë. Mes 24 miliard dollar deri në 35 miliard dollar është kostoja që i ka kushtuar Iranit lufta e tij me Izraelin. Goditjet ajrore izraelite goditën bazat ushtarake, depozitat e armëve dhe qendrat e komandës iraniane, kryesisht në zona të ndryshme jugperëndimore të Iranit. U dëmtuan objekte të rëndësishme strategjike, duke përfshirë infrastruktura për prodhimin dhe mekanizmimin e raketave dhe municioneve. Disa pjesë të infrastrukturës civile u prekën nga shpërthimet duke shkaktuar dëme në ndërtesa dhe rrugë. Shpenzimet e larta për riparime dhe rritje të sigurisë në zonat e goditura. Pra, me një fjalë, Izraeli dhe Irani, pa llogaritur Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kanë harxuar për luftën e tyre prej 12 ditësh më shumë se 50 milion dollar.